I nderuar Zoti Kryeministër i Republikës Kosovës, i nderuar Zoti Kryetar i Komunës Mitrovicës, nderuar përfaqësues të familjes së herojit ton kombëtar Isa Boletini, Zoti Kryetar i Komunës së Prishtinës, kryeqytetit të Kosovës, Zoti Kryetar i Komunës Preshevës, nderuar kolegë të komunave të Kosovës dhe trojeve tjera shqiptare, Zoti Ali Ahmeti, nderuar përfaqësues të familjeve të heronjve tanë, nderuar Baca Rifat, zotrinj dhe zonja antarë të kabinetit qeveritar të Republikës Kosovës, nderuar deputet, zonja dhe zotri, të dashur vëllezër dhe motra të mi të Mitrovicës dhe të mbar Kosovës. Vi sot këtu për t'ju sjellë përshëndetjet më vllazërore nga qyteti dhe qytetarët e Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë, dhe në veçanti nga kryeministri i Shqipërisë, Zoti Sali Berisha. Por vi sot këtu bashkë me ju, si një adhurues i kahershëm i këtij burrit madh, dhe si i tillë nuk mund të mos rikujtoj sot disa fakte. Fshati Boletin prej kohësh ka qenë i famshëm në Kosovë për guroret e tij që prodhonin gur mulliri. Gur që prodhojnë buk dhe jetë. Kulla e Isa Boletinit, sipas kronikanëve, nuk shpoi dot nga gjylet e topave të kohës, pasi që ishte ndërtuar me gur shumë të mëdhej, të qëndrueshëm dhe besnik. Gur të Kosovës pra, që mbronin deri në fund nderin dhe jetën e trimave. Në kullën e tij të gurt, Isa Boletini në vitin e largët 1899, në kullën e vet të pamposhtur pra, ngriti shkollën shqipe, nga të parat shkolla shqipe të Shqipërisë. Kulla e Isës pra, me gurët e saj të mëdhej do të faktonte edhe dije, zgjim dhe vetëdijsim kombëtar. Një kull e djegur 6 herë dhe e rindërtuar për të 7ën herë. E rrethuar, e bombarduar dhe e djegur, por askush, as dje, as sot dhe as nesër nuk do të mund ta çrrënjos. Dhe kjo sepse kjo kullë e madhe me gur të mëdhej ishte si një vazhdim mali, dhe çdo fëmijë e di që malet nuk çrrënjosen dot. Edhe Isa Boletini, si një copë mali, si një diamant i historisë shqiptare, shkëlqen nga hera në tokën që e lindi dhe për cilën ra. Burra si ai lindin rrallë dhe do jenë mes nesh përjetësisht. Ata janë hipoteka dhe gjeneza historike e pavarësisë. Isa Boletini, që 17 vjeç, qenë pjesëmarrjen e tij të parë në betejat e lidhjes Prizrenit, në të vërtetë kishte nisur të bësh pjesë e historisë Kosovës martire dhe gjithë kombit shqiptar. Pak vite më pas, cari i fundit i Rusisë do të kërkonte nga Sultan Hamiti, sultani i fundit i perandorisë osmane, kokën e tij. Lordi Eduard Grey, ministri i jashtëm i Britanisë Madhe, i premtoi solemnisht Isës se do të bënte çmos që Mitrovica të ishte Shqipëri në konferencën e Londrës. Isa Boletini dhe 400 trimat e tij më të mirë mbrojtën pavarësinë bashkëshqiptare, aso kohë ende e brisht si një foshnjë. Ata mbrojtën qeverinë e Ismail Bey Vlorës dhe ishin garda e parë shqiptare e shtetit modern shqiptar në vitin e trazuar 1912. Ishin pra paraardhësit tuaj, që jemi mbledhur këtu në këtë çast solem dhe të paharrueshëm, ata që e sollën përmes kryengritjesh dhe më pas e mbrojtën si askush tjetër pavarësinë shqiptare. Në këtë qytet, shpesh
Porta e Lartë, Krajlia e të tjerë pas tyre kanë sjell më shumë ushtar se sa vetë qyteti kishte banor. Kishin frikë e tmerr nga Isa Boletini dhe tradita e tij madhështore që la pas me heronjt e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Isës ju blatuan shumë arë, prona dhe çifligje, por ai nuk i ndroi kurrë ato me gurët e Boletinit, sepse kish besë dhe i jepte besë një kombi të tërë nga Mitrovica në Vlorë. Ndihem pra krenar që jam sot këtu bashkë me ju, që kam gjak si gjaku i tij dhe jam shqiptar e bashkon mbas i tij. Dhe bashkë me ju dhe adhurues të tjerë, por dhe dëshmitar të një vërtete të madhe në këtë 100 vjetor të pavarësisë, themi ne sot e mot jemi me Isa Boletinin dhe Isa Boletini është me ne. Lavdi për jetë Isa Boletinit e trimëve të tij, Zoti e bekoft Mitrovicën, Kosovën dhe Shqipërinë, Zoti e bekoft kombin shqiptar dhe e lartësoft flamurin e tij. Falenderojmë kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotrin Lulzim Basha. Këtë ceremoni madhështore janë mbledhur mijëra qytetar, bashkëdhetar për ta përcjellur drejt për drejt, por do të kenë mundësinë edhe miliona të tjerë shqiptar ta përcjellin në transmetimin e drejt për drejt përmes radio televizionit të Kosovës. Më lejoni që para jush të ftoj kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotriun Ali Ahmeti.